Zoti Ajtari, e keni fjalën pas zotit ata vetë. Kaq. Zoti Ajtari, ullun. Unë marrova, po për përshëndet. Jo, po më gjë. Asnjë. Jo. Jo, po pse mos flas ai? Pas mirë. Tash jo është. Zoti Mazreku, ulunin vend. Zoti Mazreku. Seanca mbyllet. Ai është me zotin, se ka qafër me të qëllum, ka shta zotin, kishtë qëmë tjetër njëri kishtë vdek. Ata e rujti zotin. Majdari ishte i plagosur me 5 pluma nga njerëz që përdoren Mazrekun në spitalin ushtarak. Një moment caktuar ai ndjen njerëzit jashtë dhe më thot: Rasim, amanet Berishën. Ti je bota! Azem! Ti je bota! Kanë ty me kuptuar që plumat tu se s'bajnë gjallë. E shfrytëzoj këtë rast për të drejtuar popullit tim. Popullit shqiptar nga parlamenti i bandave, pas një atentati politik i përdisur në zyrat e kushtetarëve me qëllim marrjen e jetës time, goditjen e opozicës dhe të kryetarit të saj. Vëzër parlamenti ishte i tensionuar her pas here dhe qëllimi i tensionimit parlamentit e ka shkakun tek. Ky stër që ndodhet në parlament, i quajtur në Mikdori, i ardhur vjelltas gjithmonë në këtë parlament. Asnjëherë me votën e popullit, por me votën e listave të partisë si delegat. Te ky zoti Gjinushi, i cili mori pjesë në krim, është ajo si autor, për të realizuar shijen e nanës dhe për ta kënaqur atë pas vendosjes tij në postin e lartë të kryetarit të Kuvendit Popullor. Megjithse në këtë parlament nuk ja vlen shumë të merresh me të, po kur ndodhi konflikti me Mazrekun dhe ku ishte zoti Abiu këtu në tavolinë ishte ulur Fatostan, i cili e dinte mirë se ishte përgatitur ky krim. Dhe na Mikdori tha, "Azem të ka marrë kohë. Doke, kef kohën shit në sy. Koha juaj ka marrë. Je shumë i zbet.